E siç çdo profesion që ka sfidat e veta, edhe puna me fëmijët me autizëm nuk është as pak e lehtë. Psikologët që punojnë çdo ditë me fëmijë me çrregullime zhvillimore theksojnë se ekzistojnë sfida të ndryshme me të cilat përballen gjatë punës së tyre me fëmijët autik, por se një nga sfidat kryesore mbetet mungesa e njohurive të mjaftueshme për spektrin e autizmit. Disa nga sfidat kryesore me të cilat ballafaqohemi ne si psikologë në punën me fëmijët janë mungesa e informacionit të prindërve për problematika zhvillimore, mungesa e testeve të sakta dhe të standardizuara të vlerësimit, të cilat çojnë në vlerësime të gabuara, sepse shpesh problemet e fëmijëve mund të jenë me dallime të shkurta, të ngjashme, apo mund të kenë cilësi të njëjta, mirë po baza mund të jetë këtë diçka tjetër. Si sfidë tjetër janë edhe pritshmëritë jo reale ndaj psikologëve. Shpesh prindërit pyesin se kur do të bëhet më mirë, a do të shërohet, a do të largohet krejt. Kur kemi të bëjmë me probleme të çrregullimeve neurozhvillimore, problematika është se nuk mund të shërohet, mund të trajtohet, përmbushen pritshmëritë, përmbushet potenciali i tyre, mirë po nuk mund të largohet komplet. Dhe kjo është një prej sfidave me të cilat ne ballafaqohemi. Sfidë tjetër është edhe mungesa e sensibilizimit ndaj stigmës, mungesa e trajnimeve profesionale, të cilat do të përfshijnë zhvillimin e gjithëmbarshëm të fëmijës, zhvillimin e prindërve, pranimin e tyre problematikat me të cilat prindërit dhe fëmijët bashkërisht sfidohen.